Vdekja e Khameneit është vdekja e despotizmit fetar dhe fundi i regjimit të sundimit absolut të klerit. Tani është koha për të vendosur lirinë dhe sovranitetin e popullit iranian. Në emër të rezistencës së popullit iranian, unë deklaroj, Këshilli Kombëtar i Rezistencës së Iranit njoftoi qeverinë e përkohshme për të transferuar sovranitetin te populli i Iranit, bazuar në planin me 10 pika që ishte publikuar tashmë. Siç demonstroi populli i Iranit gjatë kryemëritjes së janarit, ata kërkojnë një të ardhme të bazuar në një republikë demokratike dhe hedhin poshtë regjimet shtypëse dhe diktatoriale të mullave dhe shahut. I deklaroi komunitetit ndërkombëtar se vetëm populli i Iranit ka legitimitetin për të përcaktuar të ardhmen politike të vendit të tyre.